thonë që nuk duhet pini kafe dhe çaj. Mos pini çaj të zi, thot një nutricionist, në Kosovë, në Shqipëri, Maqedoni, mos pini kafe. Konsumimi i moderuar i kafeve dhe i çajrave nuk shkakton asnjë lloj dehidratimi klinik. Duhet kuptoj, trupi aktivizon niveli inteligente të dy hormoneve kryesore mbrojtës, sepse në momentin që ne pim gjithmonë kafen, atëre trupi është adaptuar, pra optimizon gjithë sasinë e ujit që ne marrim, se duhet kuptojmë që kafja ka ujë, në 90% të fixhanit ka ujë. Ana tjetër, hormonet si HDHD-ja, që quhet hormoni antidiuretik dhe aldosteroni, rrisin ruajtjen e lëngjeve dhe stabilizojnë presionin e gjakut. Dhe kemi dhe një studim i cili është bërë tek Gazeta Humane e Nutricionit dhe Dietetikës, e cila pa që kafeina nuk ka efekt të fortë diuretik përveç efektit akut për momentin e parë dhe zhvillohet me tolerancë kur pihet në një farë kohe. Po nga ana tjetër çfarë bën? Kafeja është një ilaç mjekësor, sepse mban gliceminë në kontroll, rregullon proceset e tretjes, rregullon proceset në mëlçi, rregullon uljen nivelin e stresit dhe të inflamacionit, rrit performancën mendore dhe energjinë. Njeriu e ka të nevojshme konsumimin e kafes.